me dëshminë e Zotit Rubin sot është sqaru edhe du me besu se gjithçka ka shku në aspektin pozitiv. Gjithmonë kam pas brengose të veçantë në këtë proces gjyqësor, se kam mendu si jurist me provë të gjatë, a do të mund mbrojtja që ta e rëzën pretendimin e aktakuzës se krerët e gjykatës kanë pas një strukturë të veçantë organizative edhe një pushtet efektiv në teren dhe të demaskohet ky problem në drejtim të asaj që UÇK-ja ka qenë një organizatë guerile e cila ka pretendu dhe ka luftu për të mbrojtur pragun e shtëpisë së vet. Kjo poenta kryesore e kësaj çështje me dëshminë e Zotit Rubin sot është sqaru edhe du me besu se gjithçka ka shku në aspektin pozitiv në favor të mbrojtjes. Deklaratat e Zotit Rubin, sot dëshmitë e tina, gjatë procesit të konferencës së Rambujës, tregojnë se UÇK-ja nuk ka pasur një strukturë organizative të mirëfillt e cila ka marrë vendime e të cilat dikush është i zbaton në teren. Në këtë drejtim, mas pakti, Zoti Thashi me krerët tjerë që gjenden me Krasniqin, Veselin edhe Regje Selimin që gjenden sot atje të prangosur, kanë pasur të bëjnë me marrjen e vendimeve të caktuara në drejtim të zbatimit të çështjeve të caktuara në teren, në aspektin ushtarak. Vetë fakti që gjatë konferencës së Rambujës, kur Zoti Thashi e është kërku që të nënshkruan një marrëveshje e cila nuk ka pas në programin e vetë çështjen e pavarësisë së Kosovës dhe të e ditë vullnetin e luftës së UÇK-s dhe të popullatës së Kosovës, ka kërku, mirë kuptim, e ka ndërprer mbledhjen atje për të ardhur në Kosovë për të debatuar me udhëheqët e komandave të zona ushtarake dhe pse jo edhe me policinë tjetër për të marrë opinione si të veprohet më të tje. Dhe kjo tregon se Zoti Thaçi nuk ka mujt me marrë vendime kokën veti e as ka pas autoritet që të merr ndonjë vendim si ndonjë ushtarak në kohën e luftës. Ai ka treguar edhe vetë, edhe sot në dëshminë e Zotit Rubin, u dëshmua se ka qenë një ndër ata që në aspektin politik i ka plasu vendimet e të tjeve në opinionin publik.